dhe të mundsojmë institucioneve BMC duke votuar buxhetin e vitit tash. Me të marrë besimin tuaj të nderuar të deputet. 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri që në javën e parë do të jemi. Miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek për 200.000 pensionistë. Vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë. Vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve të sektorit privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë e ona se përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të